Sprova është kader, themi në caktimi i Allahu xhaleshanu, njeriu është e vërtet që nuk duhet i lutet Zotit për sprovë. Nuk duhet të thotë, o Zot, përveç sa sprova që ka kaq e rëndësishme, mos provo dhe mua që edhe unë ta shikoj se kush jam, e ta shikojnë edhe të tjerët se kush jam unë. Jo. Pse nuk duhet lutet njeriu? Sepse njeriu nuk duhet të ketë, në këtë rast ai lutet për të testuar veten e tij, kurse besimtari nuk e ka forcën tek vetja e tij. Forcën e ka tek besimi, tek mbështetja tek Allahu xhaleshanu. Por kur sprovohet dhe kaderi është ai që përcakton se kush sprovohet dhe se si sprovohet, njeriu i lutet Zotit për lehtësim dhe i lutet që Zoti ta bëjë të qëndrueshëm. Nga lutjet profetike gjem edhe etikën e qasjes ndaj sprovave, siç e përmendë, që njeriu nuk duhet të lutet për të sprovuar, e përmendëm pak këtë, por edhe lutet që ta ruaj Zoti nga sprova që janë të rënda, që po themi ne ja thyen kurrizin apo i dobësojnë besimin, apo Zoti na ruaj në sprova të tilla që mund ta nxjerrin atë nga besimi. Prandaj farfëria, pse është quajtur vllai i mohimit, sepse mundet në momente të caktuara njeriu që është në varfëri, por nuk e përballon dot jetesën me dinjitet në varfëri, që mund të bëjë shkak që ai të shkojë dhe e të bëj padrejtësi, të bëj gjunahe, të bëj dhe dali nga rruga e ndershmërisë. Prandaj janë të pakta ata që kanë ruajtur fisnikrinë, ndershmërinë edhe në varfërinë e tyre, por edhe pasuria është një sprovë. Dhe jo çdo i pasur e ka ruajtur dinjitetin dhe nderin e tij. Të gjitha ne do ta kuptojmë jeta e kësaj bote. Me të mirat dhe me të këqijat e saj është thjesht një sprovë. Por besimi është një dhuratë kaq e madhe saqë e mëson njeriu si ta jetojë sprovën me të mirë, pasurinë, dinjitetin, familjen e mirë, fjalën e mirë që thuhet për të, por si ta jetojë edhe jetën me sprovë me vështirësi, se ka dhe sprova me vështirësi.